Kurse ajo që gënjehet më shumë, po që mund t'i mbesin veset dhe të shkatrojnë jetën e tyre, ato që janë tri, mendojnë që pa këto, me këto shijohet jeta, sepse nuk i mësoi prindi në shtëpi, nuk e kuptuan fen kohën e dur, dhe trendi i kohës i mori dhe i shtypi ato përpara, dhe shejtani mallkum i futi në botën e veseve dhe u përmbytën në oqeanin e pasioneve të këqija. Wallahu yuridu an yatuba aleikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan azima. Tha dëshironi madhi Allah t'ju fal. T'ju mëshiroj, t'ju bëj njerëz si do në njerëzit që i krijoi. Dëshirojnë ato që nuk kanë zot tjetër përveç pasionit, t'ju zhysin dhe juve se s'ju shikojnë dot kur jeni të pastër, t'ju zhysin dhe juve në botën e veseve dhe të pasioneve. Prandaj vëlla dhe motër, të begatoftë i madh i Zot ne jemi këtu. Mos u gënje. Për shpirtin tënd, për veten tënde, se Zoti s'ka nevojë më, kjo është e krymë tashmë. Qofse e don veten, largoju nga çdo ves, nga çdo problem, nga çdo e keqe. Unë e di, si për veten time, si për ju, që njeriu nuk mund të përsoset i 100%. Kur themi të largohemi nga bota e veseve, nga bota e pasioneve që dëmtojnë njeriu, nga bota e të keqes që na shkatron, asnjëri prej nesh që jeton sot në 7 miliardë, dhe 2 miliardë që janë musliman, asnjë njeri 100% nuk është pak të infekcion. Por e rëndësishme kush është? E rëndësishme është që përpiqesh dhe minimumi e kupton që kjo nuk të nderon, si thaj, më nëse si kam të unë miku jeta. Në fakt, gjëja parë që duhet kuptosh klasën e parë, akoma apo në kopësht, apo kudo, gjëja parë që kuptohet është që kur lën këto, fillon jeta vërtet. Duhet ta kuptojmë këtë. Kjo është aja e kuptimit islam. Kur t'i lesh veset, fillon lumturia. Kur t'i lesh veset, je larg shejtanit, afër Rahmanit. Kur t'i lesh veset dhe pasionet që të shkatrojnë, aty mendja jote është i 100% punë dhe e kristalt. Kur t'i lesh veset dhe pasionet e këqija, këtu zemra merr formën e vet dhe ajo ngjallet nga vdekja dhe nga smundja. Kur ti t'i lesh veset dhe pasionet e këqija, automatikisht do kthehesh ke e mira, e ringjallesh shpirtin tënd dhe burojnë prej saj kristale mirësie.